Sa ditë që rrinë pushtet, rrinë për shkak ton, jam shumë dakord me ty. Sa i smeriton të qëndroj një ditë. Për sa i përket parlamentit, të garantoj që grupi parlamentar është i vendosur për të gjitha format e qëndresës. Mos keni asnjë lloj hezitimi, vetëm se duhet të kombinojmë gjërat. Duhet të kombinohen mirë. Jemi në betejë tani. Betejën do ta fitojmë ne. Ne ai mendon se ne do fitojmë. Por do e fitojmë kur secili nga ne të betohet që unë natë shesh do lak këpucët e mia, do shkoj çdo natë apo një herë dy ditë apo si ta përcaktojmë gjërsa ta rrëzojmë atë. Ai do rrëzohet, ai s'mund të qëndrojë më. Nuk mund të qëndrojë. Ai është nëpër masat e diktatorëve, e vjedhjes diktatorëve afrikanë, të Bokasës, Idi Aminit. Na pinte shishe 33.000 euro. Verë ky. Ja, akoma skandal. Ekziston një rrëmbim i tmerrshëm tokash i Ergjys Agasit me dallandush e Bicin. Zyra e Ergjys Agasit o miq ishte si zyra e kryeministrit. Faleshin, shkonin ministra, shkonin gjykatës, shkonin prokuror, shkonin zyrtar të lartë, drejtues agjencisë tek ai aty. Sepse, çfarë ishte Ergjys Agasi? Ishte eminenca, ishte kryeministri hije. Ato që kryeministri si bënte dot me ligj, bënte me gysin. Ndaj dhe ne nuk lëshojmë më kësaj here. Do ta ketë shumë të qartë. Më mirë ti sa më shpejt të jap dorëheqjen se populli do ta detyrojë atë të jap dorëheqjen. Ne do fitojmë. Ne jemi në mision. Edhe një herë t'ja përsërisim vetes. Dhe një gjë. Kemi fituar çdo betejë në kushtet më të vështira, kur i kemi thënë, kur kemi kënduar himnet tona, ja të vdesim, ja të rrojmë. Kjo nuk ka në kuptuar armët, por ka në kuptuar qëndresën tonë të palkundur dhe përsëri kësaj here do fitojmë e do i shpëtojmë shqiptarët nga një diktaturë shëmtuar. Pyetje tjetër? Pyetje tjetër? Doktor, përshëndetje. Ilira Medani nga Durrësi. Këtu. Spari uroj kryetar stafën që u tregu më i mençëm se në Durrës dhe më i shkatët, do thotë që e dashkë më shumë se kryetarin i Degës Durrësit. Parafolsi që preku shpar kritikat janë jo më se të bindshme, po janë më se konkrete. Dega Durrësit është në gjumë letargjik në 8 muaj. Dhe të bëhet analizë pas zgjedhore, mas 8 muajve, personalisht unë nuk rri. Në sensin e konceptit, sepse kur presim që nga dita në ditë, kërmat i kanë tunë kamët dhe ne duhet vim pushtet me patjetër, që të rrim në atë gjumë, sikur nuk shkohet. Dhe është një nga degët më të mëdha në Shqipëri që e din më mirë se mua. Zdyti tash do të bëj një pyetje pak retorike nga ana profesionit të atë mirëfillt mjekut. Në korpin human, përveç gjakut, njeriut, a i qarkullon diçka tjetër, uja, benzina, naft, sepse unë dakord jam me ju për protesta, unë dakord dhe mirë kuptoj si shumë tjerë që mund të keni dhe presion ndërkombëtar tani që kemi mbështetjen e tyre që mos jemi dhunshëm, po unë të duroj 34 vjet në pushtet, gramozin e 2 prillit që thot pushteti merret me pushkën me grikës e pushkës dhe lëshohet me grikën e pushkës, kjo gjë nuk shkon doktor. Një zonjë në Rume e shekullit 18, një zhandar ka thonë, revolucionarët shkojnë barikadë dhe vdesin, nuk ka kthim mrapa. Kështu që kemi ardhur në momente të mira, këtyre zotrive këtu ja bof zoti hallat sot që kanë mushallën. Ti hajmë festat e fund vitit pranë familjeve të dashurve tonë, doktor Berisha zjarr në janar. Me këtë pushtet mercenarësh nga ana ushtarake
në front të rinë një luftëtar, mercenarit të lënë pushkën faqe dhe Ciapi Surrelit e kanon gjithë. Onët Surrel ose të rimë në përshpia tona. Të falenderoj. Faleminderit shumë për ndërhyrjen. Së pari, me lejo të t'ju sqaroj pse u shty analiza zgjedhore. Analiza e zgjedhjeve, i dashur mik, u shtyn në absolute vetëm për një shkak të vetëm. Dhe ky shkak ishte mbrojtja e votës. Në që kuptim, do thushti. E vërteta është që ne gjatë fushatës ishim shumë të mobilizuar të identifikonin kandidatët, ju vetë, të gjithë, të identifikonin çdo shkelje, çdo dhunim të ligjit, çdo padrejtësi. Të gjitha këto ne i përcillim tek ekipin i vëzhguesve ndërkombëtar, me fakte, me fotografi, me dokumenta. Ata bën me datën 12, me datën 12 maj, një raport shumë të mirë, ku i paraqiten në vijat përgjithshme të gjitha. Edi Rama, që ta dini ju, e thirri kreun e tyre me kërcënimet më banditeske në zyrë, do ta shohë shtit çdo psosh, në qoftë se nuk arrin të faktosh këte dhe po i numëronte me radhë. Po ai ishte një njeri me integritet të lartë, njeri i ndërgjegjshëm, njeri i qytetëruar, edhe përçmoi këtë kërcënim. Të njëjtën gjë, se ju duhet t'i dini, të njëjtën gjë bëri ministrit i jashtëm. Ministrit i jashtëm merr telefonin, edhe merr, nuk ishte ky, se ky ishte larguar, po merr atë që ishte lanë ky zëvendës. I thot të vini urgjent në ministri. Çfarë ka ndodhur, thot ai? Të vini, thot, me këtë raport që keni bërë. I thot ajo, po e shohin don, po nuk i thon, nuk sepse ishte urdhër, ky urdhër s'mund t'u jep atyre. Po. I kthehet, i thot, ne ja u heqim akreditimin, puna juaj, po ata shkuan mbas 3 ditësh. Shkuan mbas 3 ditësh dhe natyrisht nuk kishte më këto tone, por ku i faktoni ju këto që i keni shkruar? Çfarë faktesh keni ju për këto që keni shkruar? Këto nuk qëndrojnë. Çfarë bëjmë ne? Ata kishin fakte veta. Po nëse keni konstatuar gjithë verën, çdo ditë, ne paraqistim para jush, para atyre, para botës, fakte dhe dokumenta të përditshme se çfarë kishte bërë ai me zgjedhjet. Ai bëri gjithçka ta përmbys raportin. Bëri gjithçka ta ndryshoj raportin. Ne bëm gjithçka që të mos ndryshoj raporti. Tani, vim tek analiza, se këto edhe i keni dëgjuar. Në qoftë se ne hapnim analizën, ky online u dërgonte çdo duke të deformuara, të falsifikuara, çdo diskutim ton të sinqert, me të cilin u fakton të atyre që fajin e kishin këta, si që bën mediat. Mediat e blera për i tyre, thonë fajin e ka opozita se vodhin votat qeveria. Pra, ne, jo, nuk ja bënim këte ndera ti. Dhe ne ndërpërim, përveç daljeve të përditshme, u përqendruam, se përqendrimi është shumë i rëndësishëm në një betejë, u përqendruam çdo ditë tek dhunimi i zgjedhjeve. Tani prisht, tani s'dilte raporti, sepse ai kryeministër telefona në të 4 anë të botës për të bllokuar raportin. Raporti në vitin 2021 u ndryshua. Raporti në 98 nuk u publikua fare për referendumin. Ishte dhe kjo një fazë delikate. Dhe ne ditë për ditë në Bruxelles, në OSB, në Strasburg, duke denoncuar edhe zgjedhjet edhe presionin e tij ndaj vëzhguesve për të ndryshuar raportin. Dhe themi gjë,
Në një nga këto institucione ai arriti. Arriti se kryetari rastisit ishte një qeveri, deputeti një qeverie që ka lidhje të forta me Ramën, edhe arriti, edhe ajo mori redaktoi, po njëri ndershëm prapaj. Çfarë bëri? Rekomandimin fund. Rekomandohet në Shqipëri të ndahet partia nga shteti. Do më thonë, kishte farsë, se ku ka parti shtet s'ka zgjedhje. E kishim ne parti shteti, kishim diktaturë. Partia ishte shteti, shteti ishte partia. Pra, kjo betej e ka shty dhe asgjë tjetër. Pastaj, po, ndodhi zgjedhjet të Tiranë, që nuk mund të bënim analizë gjatë fushatës, sa po përfunduan këto, tani do bëjmë analizë pa asnjë diskutim. Do bëjmë kritika, do bëjmë propozime, do bëjmë sugjerime të hapur për çdo gjë. Por do vazhdojmë betejën edhe kjo, sepse nuk mund të rrim tani të themi të mbarojmë një analizën, pastaj t'i kthehemi kësaj, pastaj t'i kthehemi, jo, do t'i bëjmë të gjitha njëkohësisht. E fundit prap të garantoj që forca dhe e idealeve tona, qendresa jonë është shumë më e fuqishme se të gjitha armët e tyre, dhe ne do fitojmë siç kemi fituar në 2001-shin, siç kemi fituar në 91-shin, në 92-shin ne do fitojmë. Faleminderit. Ju përshëndes të gjithëve.